Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg për Loran Dushën, një nga të pandehurit për çështjen e inceneratorit të Fierit. Dusha u ekstradua nga Zimbabve drejt Shqipërisë 2 ditë më parë pas një periudhe në kërkim ndërkombëtar. Ai akuzohet nga prokuroria e posaçme për veprat penale, korrupsion pasiv dhe pastrimi i produkteve të veprës penale në kuadër të hetimeve mbi ndërtimin e inceneratorit të Fierit. Në seancën e zhvilluar para ditën e sotme, Dusha nuk ishte i pranishëm fizikisht, pasi ndodhi i shtruar në spitalin e burgut për shkak të problemeve shëndetësore. Në shtator të vitit 2023, gjykata e posaçme shkallës së parë e dënoi atë me 4 vite e 8 muaj burgim si përfitues i gjykimit të shkurtuar, por një vit më vonë apeli i posaçëm prishi vendimin dhe urdhëroi rigjykimin e çështjes me një tjetër trup gjykuese. Sipas hetimeve të mbyllura nga SPAK në dhjetor të vitit 2022 për ndërtimin e inceneratorit të Fierit, janë paguar afro 4 milion euro për punë që nuk janë kryer kurrë, ndërsa vlera e dëmit ndaj buxhetit të shtetit llogaritet në rreth 60 milion lekë. Të gjithë akuzuarit, përfshirë dhe ish-ministrin e mjedisit Lefter Koka, i kanë mohuar akuzat e SPAK dhe kanë kërkuar pafajësi në të dyja shkallët e gjyqësorit.